Për shëndetje me të dashur, lajmet mira po na vinë. Lajmi mirë që ndëgjuar sot për heqjen e masave nga Bashkimi Evropian. Nga Bashkimi Evropian po them me thik, sepse na kanë dënuar, na kanë qitë masat pa drejt. Pse po them pa drejt? Sepse policia jon, shteti jon, e mbrojti këforin, luftoj me qamujti, u plagosën, u tymosën, i djegen makinat e policisë, nuk lanë gjatë zez pa bo, edhe në fund funit, kjo Evropa, kjo Bashkimi Evropian, kjo e mirja, na dënoj neve. Pse më rëthuë, më rëzot? Si ka mundësi me që dashër, kur i njerët mbron, prit keqet, edhe dhenon ato që e ka mbrojt, jo ato që ka sëlmu. Kjo është veç të Bashkimin Evropian më maki. Amo këto diçka ka. Se me mbrojt agresorin, kurse neve tënë kohën na thot, njëkën e korupcionin bënë këta, njëkën e korupcionin bënë këta, mëse bënë këta. Kurse Bashkimi Evropian të kundërtën. E mbrojti krimin, kriminelin, e dënoj palën tjetër, palën e dëmtune. Po nejse mi që dashër. Edhe në urime, edhe kjo bo shumë mirë, sepse Mitrovica me cep po më cep e sovranizune, si kur më parë, flamurat në vend vetë, policia në vend vetë, shqiptarë po këthejnë për shpijat veta, falë ati nalt edhe Albin Kurtit me qeverisin e tina, këptohet. Po mi të dashër, që kam boni për shtypje, asë një nga opozita nuk e pash që ju dalë me një shkrim në për Facebooka, YouTube, pa marë parasysh ku, apo një televizora, me thonë, vetë me një fjalim, me thonë, një fjallë me thonë diçka për këto mosa që ka hiqë Bashkimi Evropian. Sepse në konë të pa drejta. Se kur ka drejt, unë gjithë më thonë kështu, ja hiqim kapuqin. Por nuk kam pas drejt, sepse në nuk e konë fajtor. Absolutikisht. E kështu që mu po më që ditë opozita, ku jënë? Ku jënë more burë që si ndalë kërkojnë miqë të dashër? Ashtë turpi i botës. Qa i bjen kjo? Qka dhe me thonë kjo? A më meq, i shala në kosh qka unë po mendoj. Që i përkuna për veni, apet i shala në kosh qka unë po mendoj. Sepse opozita din me po gjithë shka. Qysh ka po diri qëtash. Nuk e dhja po më kuptoni që po do me thonë ajo. Unë besoj shumë që më kuptoni. Shumica për juve më kuptoni. Po unë do e spjegoj që ka po do me thonë për ata që së më kuptojnë. A monin men kur pa të shku një 2 vetë në Amerikë, edhe Bashkimit Evropian i kanë shkru letër që mos ja hiqni masat sepse fiton Albin Kurti. E tash mirë të dashër po tutna që mos për bënd njëti veprim opozita. Që të sens më është me prit për opozitës. Deri sa su dalë me asë një fjalim. As me falendru Bashkimin Evropian. As me falendru Albin Kurtin. As lëvizjeve të vendosje. Për bes na do të më tut meq. Se këj lajmi mirë për opozitës është heq. Unë jem gëzu fort, Kosova gëzu fort, sepse kur dënon dikush pa drejt, ta pon pa drejtësisht, dënon pa drejtësisht, normal që njeri gëzohet. Amo kur e bën gabimin, gabimi kushton,
edhe e merë meritimin. Pa marë parasysh, qka ke bo, qysh ke bo, që ashtu denohesh. Amo, unë po tut në mitë dashë për opozite, sepse tash e ka po opozita, Mitrovica cepum cep, o me që ka bo Albin Baba, flamurat janë metër në ven, shkjet, shqip, jo sërbisht, fotografinë e presidentes, mos me thonë njërë ka Kosovës, mas është që është tema, në muri, e jo dvuqicit. Normal që e ka zili. Edhe me keqja është që ja kam prish bizniset. Ja ka boshë tap, edhe i ka këput krejt. Edhe është tjetra që na pa i presu me dalë me folë diçka, me na oru, që s'bën, të paktën jo për neve, të paktën si të Evropës. Se jo Bashkimi Evropian, Amerika, Bashkimi Evropian. Do në mush pantollat. Tash dhe ne falenderoni. Miq të dashur, kjo ishte video për sot, mirë pafshim vizë radhës. Opozit, like share.